Të dashur miq të emisionit prive, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi bashkë edhe këtë shtunë. Minutat në vazhdim do t'i kalojmë me materialet e përgatitura enkas për ju, të cilat si zakonisht do t'jenë të lloj-llojshme sa i përket fytyrave tona publike. Ndërkaq mbrëmjen e sonte nisim me një historie për të cilën ju kemi sjellur detaje edhe disa javë më herët. E kam fjalën për ligjin për të drejtat e autorit, ku si duket të jetë një problem i madh për televizione, radio, gjithashtu edhe lokale, të cilat deri vonë kanë shkarkuar muzikë, këngë dhe videoklipe nga artistët tanë. Ky ligj nuk do të vlen vetëm për muzikën shqiptare, por gjithashtu edhe për atë ndërkombëtare. E materiali radhës do të na tregojë më shumë detaje sa i përket këtyre gjërave, se a do të aprovohet ky ligj, flasin personat kompetent. Ajo me mu komu to, no. Klipe të shumta shohim çdo ditë në ekran. Skema programore e shumë televizioneve përmban edhe fasha kohore të caktuara vetëm me videoklipe. Edhe emisionet të shumta i kushtohen produksioneve të fundit muzikore, e disa të tjerë kanë hapur stacione televizive vetëm me muzikë. E për të gjithë këta, po vështirësohen punët. Nëse deri më herët klipet janë shkarkuar nga interneti dhe janë përdorur pa leje, shumë shpejt kjo do të ndryshojë. Mendoj që jemi shumë afër një marrëveshje, mendoj që kemi vrimë në pikë që të gjithë kanë kuptuar rëndësinë e asaj, nuk është çështja vetëm e pagesës, është çështja e funksionimit ligjit, fillimisht sepse me mos funksionimin e ligjit lindin tepër probleme në këtë fushë. Ne kemi vrinë pikën që unë e kuptoj që shumica kanë probleme dhe mediumet kanë probleme, do të thotë me buxhetet gjitha mirë, po në anën tjetër edhe muzika apo le të themi shitja e muzikës është në këtë moment inekzistente. Kështu që ka shumë produksione të cilat janë mbyll, muj me thonë gjerisht 90% produksioneve janë mbyll për arsye të njëjta, pra për mos funksionim të ligjit, dhe normalisht që rrezikohet shumë kjo punë për krimtari. Ligji mbi mbrojtjen e të drejtave të autorit që pritet të aprovohet shumë shpejt, i ka hapur problem disa televizioneve e radiove, sidomos atyre lokale. Këto lloj mediumesh kanë një buxhet të kufizuar e në anën tjetër shumë orë janë të mbushura me muzikë. Jo për t'i qëndru krah, po për të thënë që mediat në Kosovë në përgjithësi funksionojnë, qarkullojnë edhe mbijetojnë me vështirësi shumë të mëdha. Kështu që nëse i shtohet edhe pagesa e këngëve për transmetim, nuk e di se si do t'ja dalin. Megjithatë, nëse është një pagesë solide, e arsyeshme, atëherë normal që duhet t'i mbledhin forcat dhe aty edhe shihet kush mund t'ja dalë dhe kush jo. Pavarësisht se do t'i dëmtonte disa medje, ky ligj është një drejtë legjitime për krijuesit. Duke pas parasysh volumin e këngëve që do transmeton radio, kjo ka me kriju vështirësi të jashtëzakonshme për radiot që masivisht transmetojnë muzikë, kështu që unë nuk e di si do t'ja bëjnë, po nëse aprovohet, ata që do të përfitojnë do t'jenë këngëtarët, artistët, ndërkohë që të tjerët vërtet do të kenë vështirësi të mëdha. Kjo është kërkesa më legjitime që mund me ekzistojë. Nëse ju përfitoni prej punës të autorit, atëherë është dhe drejt shumë normale jona për me lyp pjesën tonë, me qenë se ju veç i rritni hyrat e juja me punën e autorit. Nëse shumë kush do të mendonte që aprovimi i ligjit për të drejtat e autorit do të reduktonte muzikën shqip e do të promovonte atë të huaj, e kanë gabim. Edhe publikimi i prodhimeve ndërkombëtare bën pjesë në këtë kategori, e edhe për këngët e Rihanës, Beyoncé, Katy Perry apo çfarëdo ylli botror duhet paguar. Me licencën cilën ne kemi si shoqat, ne kupton që çfarëdo lloji i muzikës, jo vetëm muzika shqiptare, po edhe muzika huaj mbrohet prej shoqatës tonë. Do të thonë edhe muzika huaj duhet me u pagu. Pra, edhe kompanitë mëdha të cilat veç kom bisedu me ta, e kemi bënë marrëveshje, ta quaj para marrëveshje, sepse në momentin që funksionalizohem do të hynë fuqia jo marrëveshje me ato kompani, ne duhet me i pagu ato kompani. Në këtë rast Sony, Warner Music, kompanitë mëdha të cilat e reprezentojnë repertoarin e huaj në këtë vend. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për muzikën shqiptare, po bëhet fjalë për çfarëdo lloji
apo çfarë do zhanri muzikori i cili shfrytëzohet në territorin e Republikës Kosovës. Por, nuk do t'jenë vetëm media që duhet të paguajnë për transmetimin e veprave muzikore. Në këtë ligj përfshihet çdo ambient publik, si klubet, kafenet, hotelet e të gjitha hapësirat publike ku dëgjohet muzikë. Secili klub, secili lokal, secili vend publik, çka do qoftë ai, apo ambient publik ku shfrytëzohet muzika, do të paguajë. Ato është obligative me ligj, është obligative që të paguhet, nuk mundet, është produkt, nuk mundet dikush si njëjtë unë e them si me hyrë në market edhe me marrë një ku ta di unë, shka dhe me dalë prej marketit pa pagu. Do të thotë nuk mundet, është njëjtë. Muzika shfrytëzohet në momentin ku shfrytëzohet, në momentin që shfrytëzohet për publik, atëherë ajo performancë, ai publikin duhet më pagu. Përpos bizneseve që përdorin muzikë në ligjin për të drejtat e autorit, sipas Gens Pelvukaj, nuk dëmtohet qytetari. Kjo nuk ka të bëjë me popullin, me publikun, kjo ka të bëjë me mekanizmet biznesore që janë mediale. Për ne nuk kemi thënë popullit që duhet secili prej tyre me pagu, mirë, po përmes ne vetëm synohet që buxhetit në përgjithësi mbledhun prej medjave, atëherë me u dhanë një pjesë e caktuar për shfrytëzimin e drejtave të autorit. Domethënë, kjo nuk ka të bëjë me qytetarin e thjesht, por ka të bëjë me mekanizmat e biznesit që të përfitojnë për drejtës të autorit. Pasi të miratohet ky ligj, një tjetër fazë mjaft e rëndësishme është monitorimi i medjeve e bizneseve të hotelierisë për respektim të saj. Për televizion e për radio është shumë lehtë të verifikueshme. Probleme kryesore bëjnë në objektet hotelerike që janë shumë. E aty, apiku do të jetë pak më i kujdesshëm që me pas një kontroll pak më tashpër. Ndërkaq, në gjithë këtë ngjarje, përpos respektimit të së drejtës së autorit, po shihet edhe një tjetër e mirë sa i përket filterizimit të skenës muzikore. E shoh si shumë drejt sepse pikrisht kjo do ta kthjellonte pak këtë skenë tonën muzikore kaotike. Aktualisht, APEC dhe mediat janë duke diskutuar për marrëveshjen e të mirë të të dyja palëve. E afati fundit për të sqaruar deri në fazën tjetër është data 15 tetor.